Ka nisur takimi me topin e parë nga qendra të luajtur nga lojtarët e skuadrës vendase. Vila. Nga distanca goditja pret në pozicion portieri Alilaj. Tapet fantastik. Kohë e mirë, temperaturë ideale. Ndërkohë kjo mundësi për Vilën përpara portierit dhe në rrjet ai top. 1-0 realizon Emiliano Vila. Edhe një tjetër momenti, Vila e udhëheq topin mjaft mirë, eviton ndryrën e Cacës përballa Lilajt. Nuk ka as pak vështirë për të shënuar. Dalje Vilës dhe ai kalim ndaj Lecit. Jetën Vila në pozicion ballor, provon një goditje dhe ka gabuar në këtë moment. Malakarne. Sefa me kokë, më pas është Martinena. Sërish mundësi për skuadrën e Dinamos. Alikaj. I dheqja të top për Babic brenda zonës, kjo goditje, Hoxha ka pritur. Nuk ka një reagim, ka marrë një goditje gjyqtari ansor. Ka një moment tensioni, pas një goditje që ka marrë ansori Ridiger Çokaj. Lojë që do dismi top diskutueshëm dhe Sekseni e ka rikthyer. Pasimi për Babic në pozicion të rregullt në duel me Hoxhën, del portieri, topi është jashtë zona, largohet me këmbë nga ana e portierit. Shkon të top që përplas në barikad. Më pas largohet nga Almuça. Rrezikon Kalari, e ka një karton të verdh. Karton i kuq për Kalarin. Amborue. Sefa në zonë për Almuçën. Në pozicion të prirët, goditja e gabuar. Almuça me pasimin e dhënë për Martinenën. Është brenda zonës argentinasi. Martinena pasimin në zonë dhe më pas ai topi devijuar dhe vjen goli i dytë. Vjen goli i dytë për skuadrën e Dinamos, realizon Igli Almuça pas një devijimi të bërë nga një mbrojtës. Shikojmë edhe një herë tjetër. Martinenën. Ai goditja topi që gjen shpinën e një mbrojtësi dhe përfundon në rrjet. Topi larti, dërgon në zonë, del portieri dhe më pas kjo mundësi. Almuça del mjaft mirë Butinçanin e djathtë. Edhe një ditë Almuça në hyrje të zonës, goditja jashtë kuadratit. Topi dërgon në zonë dhe kjo goditje me kokë, vjen goli i parë për Kastriotin. 2-2, gjeti Martinena vendosë më në qendër. Edhe një ditë Martinena shikon hapësirën e krijuar dhe më pas e goditje që ndalet nga Halilaj. Muzaka, topi parë i prekur nga ana e Gjergji Muzakës. Shkon një dalje mjaft mirë të Muzakës në krahun e djathtë, është brenda zonës. Muzaka, ndryrja e Alilajt, kontrollon të top, një mundësi e artë. Tjetër dalje mjaft e mirë Gjergji Muzakës në krahun e djathtë, i afrohet një tjetër në të zonë, provon një pasim për Pishën. Kapiteni vjen në ndihmë të sulmit, nuk arrin ta shfrytëzojë siç duhet këtë mundësi. Orelesi. Edhe një tjetër Orelesi ka hapësirë. Provon një goditje, ka ndalur. Shkoni pasimin e dhënë në krahun e majt, është perfekt pasimi. Më pas Hoxha gabon krejtësisht. Amborue. Pikërisht në këtë moment dëgjohet desjalizimi i kryesorit. Lavera Alla ka përfunduar në kryq takimi i fundit për javën e 9 mes Kastriotit dhe Dinamos. Fitojnë kampionët me rezultatin 2-1